Atëherë kur mendon se gjithçka shkon në rregull, e thua se njoftimet janë bërë, qendra e zërit punon, njerëzit mblidhen dhe çdo pjesëmarrës është gati për të ndjekur ceremoninë e nderimit të ditës flamurit të Shqipërisë në 113 vjetorin e pavarësisë. Pikërisht atëherë moti përkeqësohet me stuhi ere dhe rreshje dëbore. Por të pranishmit vazhdojnë për çka janë mbledhur. Pa u tërhequr, nisin me himnet kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë. Zoti vetë tha me gojën që këmbë shuhen për mide, për Shqipëria do të roja, për të luftojmë ne. Grupi i trinjve të kishës ortodokse shqiptare Fjetja e Shënmarisë zbulojnë me fjalimet e tyre në pak histori edhe qëllimin se përse ata janë mbledhur në sheshin përpara bashkisë së qytetit Usterit, duke treguar se janë pjesë e qytetarëve të tij dhe ruajtës e mbrojtës të traditave dhe vlerave të kulturës së familjeve shqiptare që janë thurur për më shumë se një shekull në jetën e shoqërisë amerikane. Ashtu sikurse edhe një thënie e njohur për motin në bregun verilandor të kontinentit Amerikës Veriut shpreh se në qoftë se nuk ju pëlqen moti në New England, prisni një minutë. Kjo pikërisht sikur u plotësua dhe u provua pas ditën e 28 nëntorit 2025, kur një grup jo i vogël bashkëdhetarë shqiptaro-amerikan u mblodhën për të nderuar ditën e flamurit. Kryetari i Bashkisë së Usterit Jozef Peti drejtoi në fjalën e tij përshëndetjen për pjesëmarrësit, organizatorët, ish-kryetaren Konstantina Lukes, këshilltaren Etel Haxhiaj, këshilltaren për arsimin Kathleen Roy dhe prefektin Niko Vangjeli. Ai u ndal në dokumentin që zyra e tij njofton për shpalljen 28 nëntorit 2025 si dita e pavarësisë Shqipërisë në qytetin e Ustrit, duke inkurajuar banorët që t'i bashkohen kësaj feste. Shqiptarët, theksoi ai, shpëtuan nga pushtimi 500 vjeçar otoman. Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë dhe se dita e flamurit që nderohet çdo vit në Uster shpreh mirënjohjen se Usteri është shtëpia e popullsisë shqiptaro-amerikane që ka shpërthyer me gjallërinë e saj dhe jep në shumë drejtime jetës së qytetit, duke arritur suksese në fusha të ndryshme dhe në përpjekjet profesionale dhe me interes kulturor. Vallja e Osman Takës u hodh thuajse në kulmin e stuhisë për të ftuarit, ndoshta të mësuar me tekat e motit, shoqëruan valltarët, poezitë e recituara, muzikën dhe këngët e kënduara, të cilat përbën pjesën e rëndësishme të programit. Anthony Zdruli dhe Nick Prifti drejtuan mbarvajtjen e këtij tubimi, duke u mbështetur edhe nga të tjerë bashkëmoshatar, djemë të rinj dhe vajza të reja nga grupi Vallet Tona, nxënës shkollash, student kolegjesh të njohur, apo dhe të tjerë që kanë dalë tashmë në jetë, si Ina Zhidro, Giulia Costa, Ana Kodra, të cilat ishin pjesë e fjalës poetike, këngës, valleve në këtë festë. This is the day the Lord hath made. Be glad, give thanks, rejoice.
Në mbyllje, teksa pjesëmarrësit largoheshin duke marrë me vete mbresa dhe duke shpërndarë ato në rrjetet sociale mbi atmosferën e festës, Anthony Zdruli si bashkëorganizatori veprimtarisë shpjegoi thjesht përvojën e një feste ku stuhia e erës bie përpara një nisme të mirë që njerëzit But it didn't really stop us. We still did the celebration, and it was important because this is the day that they had Independence Day many years ago, over 100 years ago, and it was probably the same weather back then. So we have to celebrate and keep going, and deal with the weather, and see how it goes. Gëzuar ditën e flamurit, rrofsh Shqipëri. Pra gëzuar ditën e flamurit, rrofsh Shqipëri është një urim nga Ustri ndahet me gjithë shqiptarët dhe arbëreshët kudo që ata ndodhen.